Përshëndetje. Jeta në vetvete është çuditërisht e thjeshtë. Lind, rritesh, gabon, mëson, lodhesh, dashuron, humbet, edhe rifillon. Ka ritëm biologjik, emocional dhe kohor. Problemi nuk është jeta. Problemi jemi ne, që kemi një talent të veçantë për të ngatruar gjithçka që prekim. Ne nuk jetojmë thjesht. Ne analizojmë, parashikojmë, dyshojmë, krahasojmë, dramatizojmë dhe pastaj ankohemi pse jemi të raskapitur. Si e bëjmë jetën më të vështirë se ç'është? Jeta thot, ha kur ke uri, pusho kur lodhesh, i kur s'të bën mirë. Ne themi prit, ta mendojmë dhe pak, po sikur të keq kuptohet, po sikur të mbetem vetëm, po sikur të dukemi dobët. Jeta funksionon me sinjale të thjeshta. Ne i mbulojmë ato me teori, frikra dhe skenar imagjinar. Pastaj habitemi pse nuk ndihemi mirë. Ironia, sa më shumë përpiqemi të kontrollojmë jetën, aq më shumë u mbasim kontaktin me të. Mendja jon është fabrika kryesore e komplikimit. Trupi di shumë mirë çfarë i bën mirë. Mendja jo gjithmonë. Mendja është mjeshtre në rikthimin e së shkuarës dhe shpikjen e së ardhmes. Ajo rrallë qëndron këtu. Dhe kur nuk je këtu, gjithçka bëhet më e rëndë. Një problem real zgjat aq sa zgjat. Një problem i menduar zgjat me vite. Ne vuajmë jo vetëm nga ato që na ndodhin, por nga ajo që mendojmë se mund të na ndodhë. Dhe kjo është një lodhje e panevojshme, por shumë e përhapur. Marrëdhëniet, shembulli perfekt i komplikimit njerëzor. Dy njerëz që ndihen mirë bashkë e kanë jetën më të thjeshtë. Pastaj fillojnë pyetjet. Po nëse nuk më do mjaftueshëm, po pse nuk më shkroi mua sot? Po pse ndryshoi tonin e zërit? Po pse nuk është si në fillim? Në vend që të jetojmë marrëdhënien, ne e disektojmë. Dhe çuditërisht, sa më shumë e analizojmë, aq më pak e ndjejmë. Jeta e ndjenjave është e thjeshtë. Ose të bën mirë, ose jo. Ne duam prova, garanci, certifikata emocionale, gjëra që ndjenjat nuk i japin kurrë. Komplikimi si mënyrë për të shmangur përgjegjësinë. Shpesh e bëjmë jetën të komplikuar sepse thjeshtësia na kërkon vendim. Dhe vendimi ne na trem. Është më lehtë të thuash është e ndërlikuar sesa të thuash nuk dua, nuk më bën, apo kam frikë. Komplikimi është stre psikologjike. Na mbron nga veprimi, por na mban të bllokuar. Ironikisht, njerëzit që thonë se jeta është shumë e komplikuar, shpesh janë ata që nuk po bëjnë zgjidhje, por po i shtyjnë ato. Thjeshtësia kërkon guxim. Të jetosh thjesht nuk do të thotë të jesh i varfër emocionalisht. Do të thotë të jesh i qartë. Me kë jam? Çfarë dua? Çfarë nuk dua më? Po ku e harxoj energjinë time kot? E këto pyetje janë të thjeshta, por përgjigjet janë të vështira, sepse kërkojnë sinqeritet. Shumë njerëz preferojnë kaosin e njohur sesa qartësinë e frikshme. Shoqëria jon e do komplikimin. Një jetë e thjeshtë shpesh shihet si një jetë pa ambicie. Një njeri i qetë shihet si jo i mjaftueshëm i angazhuar. Një kufi vendosur shihet si egoizëm. Në një kulturë ku lodhja është medalje dhe stresi është status, thjeshtësia duket si dështim, por psikologjikisht është pjekuri. Njeriu i pjekur nuk kërkon të bëjë gjithçka, kërkon të bëjë atë që ka kuptim. Ankthi, produkti anësor i komplikimit të tepruar. Ankthi nuk lind sepse jeta është e vështirë. Lind sepse mendja jon është gjithmonë një hap përpara realitetit. Ne jetojmë në po sikur të dështoj, po sikur të më lën, po sikur të gaboj. Jeta ndodh tani. Ankthi ndodh në imagjinat. Sa herë që e thjeshton jetën, një vendim i qartë, një jo e thënë, një marrëdhënie e mbyllur, ankthi bie. Jo sepse gjithçka u rregullua, por sepse pushove së luftuari me realitetin. Ne
e ngatrojmë thellësinë me komplikimin. Një tjetër keq kuptim klasik të mendosh se për të qenë i thellë duhet të jesh i ngatruar. Jo. Thellësia është qartësi e brendshme, jo konfuzion intelektual. Njerëzit më të mençur që takon shpesh flasin thjesht. Njerëzit më të pasigurt flasin gjatë. Jeta nuk ka nevojë për shpjegime të pafundme. Ka nevojë për prani. Të jetosh më thjesht nuk do të thotë të heqësh dorë. Do të thotë të zgjedhësh, të heqësh dorë nga ajo që nuk është e jotja, nga pritshmëritë e të tjerëve, nga rolet që luan vetëm për të pranuar. Së fundit të thosha se jeta nuk kërkon që të kuptosh gjithçka. Kërkon që ta jetosh. Ne jemi ata që e mbushim me duhet, po sikur, po çfarë do thonë, a jam i mjaftueshëm? Jeta vazhdon edhe pa këto. Ndoshta problemi nuk është se jeta është e komplikuar. Ndoshta problemi është se ne kemi harruar si të jemi të thjeshtë. Dhe ndoshta ndonjëherë zgjedhja nuk është të mendosh më shumë, por të heqësh dorë nga një mendim i tepërt. Sepse jeta ecën përpara. Ne jemi ata që e mbajmë peng. Miq, këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendje. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot tjetër pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshim.